Glikon Me kungull. e kungullit. Është një krye vepër. Po nxjerr 2, ja. Si e ke bërë këtë gliko? E kam marrë kungullin të Stambollit, e kam qëruar, e kam vënë në gëlqere. Po kur e qëroj e hedh në ujë, pastaj e hedh në gëlqere. Që kungulli të mbaj atë ngjyrën. Ashtu evaluoj çdo ditë nga 1 orë në 1 orë, sa bëhet që merr këtë ngjyrën dhe trashësinë e duhur. Unë do ta provoj një çik për ta kuptuar provo. shive. Është edhe elegante, ka dhe sy domethënë, dhe ka do kohë për të përgatitur. O sa. Kërcet në gojë, të lumshin duart e pas ke Të qarë. bëftë. Dhe kemi dhe glikon e Arës. arës. Glikon e arës, si e bën ti këtu në Strëmbec? Unë e bëj si pas traditës që kam mësuar gjyshet. Po. 40 ditë në ujë, pastaj e qëronin, e vinin 2 orë në gëlqere, i jepnin një val dhe e ithnin në sherbet. Dhe çdo ditë e valonin nga 1 orë. Ua, Për 5 ditë. Ditën e 6 e valonin dhe e mbyllnin në përkavanos. e kuptoni që te kjo kokër që duket kaq e thjesht, është mundi i më shumë se 1 muaj Po. për kujdesje, për të dalë mbretëresha, që ne kemi vënë emrin mbretëresha e përmetit. Po. Ashtu është. Është e vërtetë. Se gliko me arë veç në përmet bëj.